Përshëndetje nderuar. Përshëndetje gjithashtu. Përpos zotit Gashi, me neve në një lidhje direkte, është edhe Iqbale Huduti, po ashtu aktiviste e shoqërisë civile. Përshëndetje për juve. Gjithashtu në lidhje direkte kemi edhe sociologen Batije Kërqeli. Përshëndetje nderuar. Përshëndetje. Kushtrim teksa po lexoja mbrëm mbi festën e Shëngjergjit, po ashtu rash edhe me një shkrim të zotit Gashi që e kishte bërë qysh në 2018, nëse nuk gabohem. Zoti Gashi e kishte lidh diçka me festën e verës që në Shqipëri e festojnë tek në mars, nëse s'gabohem. Po. Atëherë i përshëndes të gjithë teleshikuesit e TV Dugaxhinit dhe sidomos të programit Rreth Rrotëll. I përshëndes të gjithë ata që e festojnë këtë festë që për neve shqiptarëve është festa e Motmotit, por që korespondon me ditëlindjen e kryeheroit tonë kombëtar Gjergj Kastriotit, të cilët sot janë mbledhur në sheshin Skënderbeu në Prishtinë për të festuar këto dy festa, të cilat për neve shqiptarët janë shumë të rëndësishme. Gjeneza e kësaj feste është që në kohën e besimit zeusian, që në opinion dhe në bëhet që po menem quhen besime pagane, që është një keq interpretim dhe një mërim i keq, sepse në fillim popullata vendese ju thonin atyne që erdhen me pru krishterimin këtu, këta ju thonin atyne pagan. Sepse fjala pagan në esencë nënkupton njerëz të paditun apo njerëz të fshatit, njerëz bëjq që nuk kanë kulturë dhe nuk kanë njohuri për traditën dhe kulturën e kështu me radhë. Dhe kjo festë përkon me solsticin e diellit i cili në atë kohë viti i ka pas 8 muaj, ka 45 ditë, dhe atëherë koha është numru dhe është mot me diellin, jo me honën, për arsye të pozitës gjeografike e cila vetëm dielli nuk i lun pozicionet e veta gjatë një viti, kurse hona i ndron ato pozicione. Kurse në regionin e pjesës ekuatoriale, atje kur dita dhe nota është e barabart, atje ka numrue me honën, sidomos në kulturën e perse, sumere, asire, në mes të lumeve Tigër dhe Eufrat dhe dikun deri të Egjipti, po në atë kohë, në realitet, edhe në atë kohë, në ato troje kanë qenë të banuara nga pelazgët. Dhe kështu që kjo fest përkon me ditën e verës, sepse në popull ju ndoshta jo, por unë e moj men babën tim dhe të parët tonë që ka ndo vitin në 2 stinë, në festën e, po menej në stinën e verës dhe stinën e dimnit. Vera ka fillu me Shëngjergjin dhe dimni ka fillu me Shënmitrin, apo të na quhet dikun e qujnë dorë kalome, dikun fillimi i vitit të Bie që nuk ka ekzistuar pranvera dhe vjeshta, kanë ekzistuar vetëm 2 stinë? Vetëm 2 stinë kanë ekzistuar, për ndryshe është qujtë vera dhe dimni. Vera ka fillu me stina e verës, apo që kanë festu festa e Motmotit apo e verës, dhe Shëmitri ka qenë. I bie që në bazë të këtyre llogaritjeve, ne deri sot kemi qenë në dimër. Sot kemi hyrë zyrtarisht në verë dhe jemi... Sipas traditës, po sipas traditës e lashtë, zeusiane, besimit zeusian, na tani kemi hyrë në verë. Po, zonja Huduti, në fakt, gojdhënat thonë se kushdo që nisë ditën e Shëngjergjit sot i lumtur ose ka energji të mirë, atëherë i tërë viti mund të jetë së mbarë. Sa janë të imi shumë të vërteta këto gojdhëna pikërisht për ditën e Shëngjergjit? Shikoni, mund të jenë të vërteta, por kjo është për ndryshe një festë jo edhe aq larg sa shkoi zotriu Gashi aty në studio, sepse ne Shëngjergjin e njohim si është një festë që ka ardhur nga një periudha e krishtere, pra prej Shëngjergjit, jo prej besimive zeuse, sepse ato nuk janë besimet
monoteiste, por janë besimet politeiste. Edhe Zoj se ju e keni mësu monoteizmin pe neve, e keni mësu pe pellazve, e keni mësu. Hazreti Musa ka kry shkollën fetare ka kry në Egjipt, kur ka egzistu një zot. Hazreti Musa ka mësu një zot pe neve. Pasta ju flisni unë dashta me tregu që pra prejardhja e kësaj feste është prejardhja prej shekullit të tretë dhe emrin si e ka marrë Shën Gjergji, Gjergj Georgus në gjuhën latine, i bjerë bujku, dhe kjo është një fest që kanë përjetësuar me një kultur popullore. Nuk ka të bëj me një kultur fetare, as politeiste, as monoteiste. Por Gjergji si një krishteri përkushtuar ndaj vendlindjes vetë, si që tha në fshatra ku janë marrë me bujësi, këta e kanë praktikuar pra këtë fest si mas flijimit që ka bo Gjergji për vendin e tij. Dhe kanë praktiku këtë fest edhe muslimanët, edhe të krishterët. Për ndryshe është fest e bereqetit, fest e begatis, fest e ringjallje, sepse Sultan Nevruzi, që është me 21 mars, që përkon edhe me astrologjin, pra është fest e pranverës, pra festa atër fillon pranvera. Me po këtu, me 6 maj, fillon ajo ringjallja dhe nuk ka të bëj as me ditëlindjen e Shën Gjergjit, as me ditëlindjen e Gjergj Kastriotit. Ringjallje e kujt, zonja Hudute, që të jemi sa më të qartë me publikon. Po e quani edhe fest të ringjalljes, ringjallje e kujt? Ringjallja e natyrës, ringjallja bereqeti, sepse me 21 mars fillon ajo bujqësia të zhvillohet e kushtet e duhen pak më të mira, ndërshkaq me 6 maj, tamam është ai bereqeti dhe vinë ato ritualet e ndryshme, duke i lanë lulet e lullzuara në përkohë. Zonja, të t'javë pak vëmendje zonjës Kërqeli, e cila është patjetër sociologe dhe në aspektin të sociologjisë, të tregon se pse jemi kaq ndoshta të lidhur me një festë të tillë që siç tha edhe zoti Gashi është festë pagane. Jo, nuk para paganizmet. Ata na ka qytë neve pagan, na i kemi qytë ata pagan. Krishterët, kur ka ardhur me përhap krishterizmin këtu, ne i kemi qytë pagan. Sepse të regonin diçka që nuk dihe dhe nuk ishte. Dhe bile, kjo është fejet abrahamike, në fejet që kanë shkatru njerëzimin dhe kanë shkatru shkencën. Sepse besimi njën qatë herë dhe sot, bazohet në ligjit e natyres që ka kriju Zoti. Dhe ligjit natyres është toka mos hillë rreth diellit e jo dielli rreth tokës. Kurse i kanë prej klerikët tani kanë djegë në tur druve pse po thu që sillet Xherda në Vrunën e kanë. Po, zonja Kërqeli, pse jemi të prirur ne si shqiptar që të festojmë festa të tilla që ndoshta edhe në shumë raste nuk u dim as prejardhjen as kuptimin. As domethënien sakt. Kjo është festë tradicionale e shqiptarëve. Bravo. Kjo është shumë e jashtë, mund me gjetë për shembull edhe në studimet antropologjike të Edith Durham, e cila ka studiuar në trojes shqiptare jashtëzakonisht shumë gjatë dhe ka bu observim me pjesëmarrje në këto truje dhe ka përmend në disa vepra të saj, sidomos e ka përmend më gjerësisht në veprën Shqipëria e Veriut, Shqipëria e lartë, dhe ka thonë që festa e Shën Gjergjit është festë pagane, e cila më vonë ka nisë me u përbrendsu edhe prej religioneve të tjera dhe besimtarve monoteist. Pra, edhe pse popullsia shqiptare ka kalu prej paganizmit në fe abrahamike, Shën Gjergji ka mbetë si fest në kulturën tradicionale. Dhe për neve, Shën Gjergji është festë shumë e rëndësishme edhe manifestohet me shumë rituale të cilat janë të lezetshme për me u pa. Për shembull, Shën Gjergji është festë e cila e pasqyron begatin, që ashtu që tha edhe zonja Huduti, është festë e cila e nis fillimin e verës, sezonit të verës, dhe për neve shqiptarve ka qenë njerëza jo veç për shqiptarët në atë kohë, po ka qenë shumë e rëndësishme sepse popullsia
shumica e popullsisë kanë jetu si blegtorë ose si bujës. Dhe dihet që dimri sjell vështirësi në këto dy profesione ose në këto dy forma të zhvillimit jetesës. Prandaj ka qenë shumë e rëndësishme me u festu në atë kohë dalja prej dimrit ose shpëtimi në thojza prej dimrit dhe kalimi në verë. Që mandej kjo fest është paraqit me rituale të ndryshme, të cilat kanë paraqit ose kanë dashur me i parapri shëndetit të mirë, jetesës së mirë, lumturisë gjatë verës, etj. Për shembull, disa prej ritualeve janë ato kurorat të cilat i kanë vënë me lulet e verdha, ose kanë lidh penjë të kuqe dhe të bardhë në dorë që e ka simbolizuar. Ose jemi la si fëmijë me ato lule, plus kemi zirë edhe vezë, edhe i kemi thonë verëza. Zoti Gashi, a ka lidhje diçka me Gjergj Kastriotin emri Shëngjergj? Dëgjam, tash Gjergj Kastrioti, kryeheroi jonë, dhe të cilin nderoj dhe e përshëndes si hero kombëtar, si figurë identitare, identitetit tonë kombëtar, e ka marrë emrin në soje të Gjergjit, të cilin e ka mytë Diokleciani. Mreti Diokleciani, i cili ka sundu në vitin 270 e tutje deri ka 300 e diçka ka sunduar, dhe Diokleciani si i lirë që ka qenë i fistit të dalmatëve, ka dosht me kthye besimin zeusian në popullat dhe ka arrit në një masë madhe, bile thuhet në përshkrime historike që ka rënue dhe kisha të cilat janë marru në për teren, dhe kur ka ardhe ka gjetë, ai ka qenë një oficer Gjergji, i cili ka dosht me pengue festimin e ditës së Shëngjergjit nga ona popullatës lokale ku ka qenaj, dhe ka ardhur Diokleciani, e ka pa në vepër, e ka zonë në vepër të e pengue festimin e ditës së verës, dhe e ka myt Gjergjin aty, dhe pe aty të krishterët pastaj e kanë bërë Shën Gjergjin. Shumica, s'po them të gjitha, shumica e feve të krishtera janë po bënej tradita tëna, festa tëna, të cilat ata i kanë marrë dhe ja u kanë ndryshue emnat dhe i kanë bo fe të krishtera. Halloweeni është feste jona, Shëngjergji është, po feste jona është dita të parve, Halloweeni është feste jona shqiptarve. Unë po bërtas është e shqiptarve. Halloweeni që njihet si nota e shtrigave? Që njihet si nota e shtrigave është nota e të parve tonë. Festimi i notës e të... Ata që kanë vdek, dhe atëherë ka qenë tradit mësë me mbyllë durt, mësë me mbyllë dyrt, me lonë kur të vinë, sepse kanë besu që shpirtrat në gjallën, dhe vinë me vizitue familjarët, dhe është dashtë me i dhonë kush dhe që vjenë me lypë se kanë besu që mësë pëndryshën formën dhe nuk pëndryshën. Si shqiptar, që në gjenes, që në fillët tona, kemi qenë të prirur të festojmë festa që lidhen me rinjallin. Këtë rast e rinjallin të vdekurve, Shëngjergji rinjallin e natyrës dhe e jetës. Po rinjallin e kanë morë për neve, po festën e Kurban Bajramit e kanë morë për neve, po festën e... Qka është ajo? Të përmbytje se kanë morë për njëve, këri këtë festa janë për njëve, cilën du zhërët janë që semnin dhe kalëzej që kanë morë për njëve, të krishterët e kanë morë për njëve, fetë abrahamike kanë morë për njëve. Duke se ka një teori tjetër zonja Hodute, sepse në demokraci ka mendime të ndryshme. Po, zonja Hodute, cili është që... Nuk pajtohem, sepse mos jep një konotacion fetar. Kjo fest është është e pastër fetar, kësi tradicionale dhe është fest që ka karakter agrar. Pra bujqësor. Nuk ka karakter. Këtë e tha Zoti Gashi, zonja Hodute. Po e tha Zoti Gashi, po e përzim me Skënderbeun që është i krishter. është i krishter, pastaj e përzin me disa rituale. Nuk përmendi fejnë, tha, këto festa janë të shqiptarëve në fakt. Po, kjo është të shqiptarëve. Këto janë të shqiptarëve, se nuk e di nëse keni dëgjuar mirë. Nuk i dha konotacion fetar, për kundrazi, tha që këto festa nga të tjerët janë marrë nga që ishin të shqiptarëve. Po, ishin të shqiptarve, por nuk ka lidhja as
as me fetë monoteiste, as me politeizmin e këtyre që kanë qenë Kompetjenë se e thotë kjo këta. Kjo është në shekullit të 23, unë në sajnë. Deri tash u përmend që është festë tradicionale shqiptare që nuk ka lidhje me fenë. Ka me besimin, jo me fetë abrahamike. Sakt. Jo me fetë abrahamike. Me asë njenën. Ju kanë gjitë Emri Gjergji për arsye se Diokleciani e ka vytë Gjergjin pse e ka gjetë të i pegue fshatarët që përfestojnë ditën e verës. Dhe aty këtë krishterët prastaj e ka shfrytzuar atras dhe për me shëntëru Gjergjin që e mytin Diokleciani, sepse në atë kohë krishterizmi ka luftu shumë për me dominu besimin tonë dhe kanë arrit. Lufta shtrigat që është bo në botë, inkvizicioni që është bo në botë, është bo me shkatru fejnë tonë, zëvësione që kanë besuar në ligjet e natyres që është shkenca, që këto ligje i ka instalu Zoti. Në një Zot, na kemi besu para këtyre. Këta për besojnë Zoti. Zonja Kërçeli, a gjendet dikon në ndonjë lidhje kësaj feste me fetë me cilën do prej këtyre feve, ose të gjithë shqiptarët pavarësisht të feve kanë festuar këtë feste në Shën Gjergjit? Unë thash që kjo është festë tradicionale. Na e dim që edhe populli shqiptar, si krejt popujt e tjerë të cilët kanë jetu në Ballkan, kanë jetu në Greqi, kanë pas përpara një besim politeist, që ashtu që kanë pas krejt popujt e tjerë në botë, si Sumerët, si Egjiptianët, e tjerë. Romakët, deri te Romakët më vonë. Po kjo festë ka mbet në traditën tonë, ani pse na jemi fetarizu, me thonë, e kemi përbrendsu religionin e krishterë, mandej religionin ortodoks prej perandorisë bizantine, në fund edhe religionin islam prej perandorisë osmane. Kjo është festë tradicionale, kjo duhet me u theksu shumë qartë, është festë tradicionale shqiptare e ardhur prej ilirëve, prej të parëve tonë, të cilët e kanë simbolizu fillimin e verës dhe shpëtimin nga dimri i acartë, i cili ka bo shumë probleme në bakti dhe bujqësi. Po nuk ka lidhje konkrete midis religioneve. Unë pajtona me Zotin Gashi, në librat historik ashtu e lexojmë, lidhja me Shën Gjergjin është sepse Shën Gjergji ka qenë një mbrojtës i traditës dhe është vra prej Dioklecianit, perandori Diokleciani, për arsye sepse në atë kohë është dasht me mbizotru krishtenizmit të krejt. Që kjo është e vetmja lidhje, të cilën e ka festa e Shën Gjergjit me religionin katolik. Po këtë feste e festojnë edhe muslimanët. Dhe këta e thash edhe ma pare, ka theksu edhe Edi Durham. Po, në fakt, ne shumë tradita që festuhen edhe sot, që për paganizmit deri sot. Ne kemi festu qirat deri para sakohëve. Ska 2-3 vjetë që kemi festu qirat, kemi dhe qirat. Saktë, vërtet. Qëfar lidhje ka feja muslimone me qirat? Ska lidhje, kur far lidhje ska. Po kjo kam jetë që për i paganizmet. Shumë festa në asët i kanë originën që në paganizm dhe s'kanë mujtë muqëranjos. A du të ruajnë këto festa? Po du të ruajnë sepse këto jenë tënat, po ato jenë tënat. Këto nuk jenë tënat, këto të tjera. Këto jenë unë respekt për fetë abrahamike. Po është shpirti i hebrejve dhe i arabëve kë, i persianëve, jo joni. Cilat festa si pas jush nuk janë tonat e nuk duhet i festojnë? Po, tonat nuk janë krejt qka se... Po, flasim tonat e këna fjallën të shqiptarëve. Të shqiptarëve. Po, e shqiptarëve sështë bajrame. E shqiptarëve sështë ajo... As krishtlindja. Pashkët, si janë? Jënë të krishtera, jënë muslimoni, jënë fejë abrahamike. Dhe këtu, të gjitha kanë burimin për festë ebraike. Cilat janë festat tjera shqiptare, përveç asaj në të cilën ju po thirrni Halloweeni edhe Shën Gjergji? A ka festat tjera? Është dorka e lomve. Është nota e buzmit. Është festa e mesdimërit. Kur nisë më bo dita ma e gjatë se sa nota, që aty fillën ajo rëtullimi, kur nisë më rinjallë bëta, se në momentin që nota është ma e gjatë, është ma ftëft. Dhe unë e thash që gjdo 45 ditë, 8 muaj ka pas viti jonë. Dhe kjo është bo në bazë televizjes së diellit. Dhe dielli, ne e dim që në mars, 21 mars, dhe 21 shtator jenë dita dhe nota barabar. Kurse me 21 qershor
është dita me gata, me 21 dhjetor është nota me gata. Zoti Gashi, duket që ne e dim fakt që është i tharë i asaj që feja e shqiptarët të Shqiptaria dhe flet gjithmonë për festat shqiptare. Unë po më keq. s'ka nevojë me kërkoj folje. Kjo shoqja që me sociologji kjo po shihet që ka informata bazike sa i përket çështjes sociologe. Për këtë çështje, thirrni ti mu ndash të priftat, ndash xhallort, ndash sociologët, ndash filozofët, me argumente, nëse dikush mundet me më humbë. Gashi, ne respektojmë mendimin tuaj. Patjetër. Zonja Kërçeli, po dashta me ditë e gjejmë dikon këto festa të cilat i përmendi zotri Gashi, përmenden në ndonjë literaturë? Po, ka shumë studime albanologjike, të cilat janë bobile, një prej tyre e kam këtu mbrapa në cilin kam punu edhe unë, është studimi i bibliotekës kombëtare për me nxjerrë memorien kolektive të shekullit kaluar, edhe ne kemi intervistu 100 pleqe dhe plaka në përkrejt Kosovën për me nxjerrë memorien kolektive të shekullit kaluar, masi që nuk kemi diçka të dokumentume në format të tjera. Dhe në këto libra, në këtë set librash, përmendet shumë mirë edhe festat, përmenden shumë mirë edhe krejt këto festat të cilat i përmendi zoti Gashi para meje. Janë festat të cilat janë festu tradicionalisht tek shqiptarët, po çka dashta me lidhun është që ritualet fetare konsistojnë shumë me ritualet pagane. Për shembull, falja e muslimanëve 5 herë në ditë është ritual që muslimanët e vendosin kokën në tokë, njëjtë kanë bërë për shembull edhe egjiptianët kur janë lutë zotit Amon Ra, zotit të diellit, njëjtë kanë bërë edhe të tjerë popuj të cilët janë lutë zotave të tjerë. Kryesisht ritualet si rituale kanë baza pagane në secilin religjion. Prandaj edhe sot që nuk mujna me ndryshë festë tradicionale. Po, zonja Udute. Po pra, është festë tradicionale, por mos i jepni konotacion fetar. Jo vetëm po... Aty hynë edhe vetë. Nëse shkoni në festë. Zonja Udute, nuk po japim konotacion fetar, po sharojmë se çka është kjo festë. Unë kësaj here ju kam dëgjuar, besoni krejt me ndërprerje, ndoshta janë gabim. Keni në Prizren, për shembull, është aty Karabashi, thënë. Në është një tyrbe, edhe aty edhe zënqirinje. Dhe ky Karabashi, që më thënë Kokziu, që e kanë pas ato ka të drejtë një Udute, nga që ne kemi pa shumë shpesh që njerëzit pikërisht për shëngjergj shkojnë në tyrbe. Karabash nuk është Kokzi. Edhe në tyrbe, prandaj po them, kjo është festë tradicionale, por për shkak se natyra shkon me krijimin e Allahut, Zotit që ka bërë, njerëzit i kanë përdor në kësaj rruge edhe ritualet e tyre fetare. Te krishterët nuk e di përveç shën i shejtëruar, i gjergj i kamet. Ndërka që te muslimanët, nëse shkoni në Karabash, në Prizren, është tyrbja, është një dervish që ka ardhur nga Khorasani i Iranit. Dhe Karabash do me thonë ajo shalli i zi, që janë prej familjes pejgamberit, profetit Muhammed, dhe aty shkojnë i bëjnë ritualet, sillen për rreth asaj tyrbe, për respekt, jo për adhurim, dhe i dhezin qirinje. Do me thënë gjithmonë qirinjet e kanë pasat para ardhjen e tyre, ndoshta edhe prej paganëve, nuk është problem, por kjo është një festë shumë e bukur që nuk regjistrohet në qeverinë e Kosovës si festë që duhet festuar, nuk ka të bëj as pak me ditëlindjen e Skënderbeut, që unë këtë ndëgjova në fillim, pastaj me ndërprerje. Është festë tradicionale, dhe si. Po, zoti Gashi, çështja e tyrbës në fakt, unë kam pa dhe vetë që shkojnë shumë shqiptarë, sillen rreth tyrbës, po kjo për një themi kështu kismet të mirë, fat të mirë, pikërisht në ditën e Shëngjergjit. A është kjo këtë bestytni? Bestytni, është bestytni. Aty nuk ka kur gjërale, por njerëzit kanë të drejtë... Jo, nuk është bestytni. Nuk është bestytni, se që edhe sot... Ta dëgjona zë Gashi, pas ta dëgjojmë juve. Nuk është bestytni është besime të kota. Se cili... Zonja Udute. Me shkuën të bustje i Adem Jasharit dhe me kulturën tonë shqiptare, jo islame, ne i përkullet. Të mos përmendim emra kaq të mëdhenj. Nuk
nuk ka përkullje, por kanë disa rituale, nuk janë bistutni, kurse Zonja Audute, më gjatë pyte, nuk mundemi të vazhdojmë kështu. Ne bëm një pyetje karshit zotit Gashi, ta respektojmë mendimin e tij, njëjtë sikur se çush respektojmë edhe mendimin tuaj, të lutem shumë. Okej, veç ma jep një fjallën pas. Po patjetër. Unë mendoj dhe besimi jonë mendan, besimi që unë besaj, mendan që Zoti ka kriju gjithësinë, në kodër të gjithësisë ka kriju galaksi, në kodër të galaksive ka kriju galaksinë rruga e qumshit, në kodër të galaksisë rruga e qumshit e sistemin diellor tonen dhe i ka kriju 7 planete mesin e të cila vetëm të ka kriju jetë, ka kriju kushte për jetë. Dhe Zoti ka kriju me neve, i ka bo ligjet me cilat bohat jeta, dhe natyrës. Dhe na i ka dhonë neve shëndetit dhe na i ka dhonë me atë, dhe na duhet tash vetë më gjetë, me jetu, me pozitivitet këtë bëtë, sepse kjo bëtë është sa është mirë qa që është keqë, sa është naltë është përshë, sa djasta, po dhe më thonë, ka balansë. Nëse na jem të meqëm dhe i besojmë Zotit, na s'duhme me bo keqë, duhme me bo mirë dhe me i dash njerëzit, me dash natyrën, mësë me lëndu natyrën, mësë me damtu natyrën. Në besimin tënë, ai që e damton natyrën e ka damtu njerëzimin, e ka damtu gjithësinë, e ka damtu Zotin, sepse Zoti i krijoi këtu. Kështu që po jetove me ligjet e Zotit, ti je në rregull me Zotin, por Zoti jon nuk thotë që e bën balena njerën një muj ditë në për oqean, në luks, dhe që të gjallë në bregdeti. Nuk thë. Gjithmonë keni me folë për fenë islame. Zonja Audute, ne po vazhdojmë të diskutojmë ende në studio, nuk ja kemi dhënë ende juve fjallën, ta respektojmë mendimin, të lutem shumë. Por neve besimi jo, kur gjatë të dita. Mos ma merë me ma krahasu me mos besimin ta. Zonja Audute, nuk ishim... Zonja Audute, nuk po... Mos ma krahasu besimin tim. Mos ta orientojmë me diskutimin në çështje personale, ju lutemi, jemi tu duke diskutuar për një çështje, për një fest, e cila festohet edhe është njohur në shqiptari. Të qëndrojmë në thelb, në temë. Zonja Kërçeli, sipas jush këto rituale të cilat e manifestojnë këtë festën e Shën Gjergjit, siç e përmendët vendosja e kurorave me lule, pastaj disa pej të koq apo ngjyrave të tjera, larja me ujin e hithrave, çka simbolizojnë këto? Këto janë thjesht ritualet të cilat i kanë bu njerëzit tradicionalisht për me prit verën të shëndetshëm dhe që këto me ju garantu një fat dhe shëndet të mirë gjatë vitit. Unë mendoj që janë besitni sigurisht sepse larja me ujë të hithrave shkencëtarisht nuk është që të jep në i farë shëndet. Është shumë e shëndetshme. Ose nuk është që kanë me dhonë fat, po këto psikologjikisht na kanë bu me undi ma mirë, edhe kur ti ndihesh psikologjikisht ma mirë, mandej ajo çështja e mendimit pozitiv, ti tërheq energji pozitive dhe e pret verën i lumtur. Unë mendoj që këto rituale dhe kjo fest nuk ish dasht me ushu, ish dasht me u festu, dhe të paktën nëse nuk e festojmë që ashtu që e kanë festu të parë tonë, ka këtë kushteve të cilat nuk i kemi të tilla, ish dasht gjithmonë me kujtu si fest tradicionale shqiptare. Dhe me prit me që kjo fest është duke shkuar drejt shuarjes, s'ka interesim shumë ndoshta që ta festojmë këtë fest? Fatkeqësisht si krejt festat e tjera, edhe kjo po shkon drejt shuarjes, po nuk është vetëm Shën Gjergji që po shkon drejt shuarjes, na shohim edhe festat e religioneve monoteiste, si Pashkët ose Bajrami, që nuk e kanë mo stilin e njëjtë të festimit për shkak të dinamikave të cilat kanë ndru në jetën sociale të gjithë secilë. Ne nuk pajtohemi për Bajram, përpara kanë shku vetëm burrat. Në shkaq sot për Bajram shkojnë edhe burrat, edhe gratë, edhe fëmijë. Prandaj unë e thash edhe në fillim, kur dëshirojmë të vlasim diçka këtu për festën e Shën Gjergjit, shejtorit Gjergj, normal, siç e tham deri tash, po mos bëjmë krahasime me nënçmu një besim tjetër, jo individual, përgjithësi. Prandaj, Zonja Audute të qëndrojmë në thelb. Zonja Audute, po më intereson sipas jush këto ritualet, mund të sillen begati kjo vendosja e kurorave me lule apo është bestutni?
ose djarja me ujin e hithrave. Këto kanë ndikim pozitiv, si që është edhe rituali i pastrimit general të shtëpisë në Bajram. Këto kanë ndikime pozitive. Janë për me uzbeh, janë duke uzbehur, sepse nuk janë festa fetare, po janë tradicionale. Ndërka që Pashkët, e Bajramët, e Krishtlindjet, e Mevludet kur nuk kanë me uzbeh. Zonja Uduti, deri tash bëre thirrje që mos të bëjnë krahasimin me festa fetare, në ndërkohë po orienton vetë bisedën ka festa fetare. Ju lutem të qëndrojmë atë dhe të kemi kujdes. Kemi konsistencë. Po, patjetër. Zotri Gashi i përmendet edhe ato. Mos ma devio. Unë ja dhash sociologës një përgjegje se tha, po na Uduti, për hitë korrekcis deri tani bëre thirrje që të mos bëjnë krahasime fetare. Ndërkohë po i bëjnë në vetë. Ma e keqja kjo është në popullin tonë shqiptar, ju si sociolog, duhet ta dini, sepse po komercializohen festat, po na shpiken festat e Shën Valentinit, Hellovidit, Darka e Lamës, e filonit, e fistekit. Këto nuk i kemi ne si shqiptar, si besimtar të krishtere, musliman, nuk i kemi këto festa. Po i kemi shqiptarët, zonja Uduti. Po, zonja Uduti, faleminderit shumë që na bashkove në këtë diskutim, kemi arritur në fond. Me ndërprerje sot ka qenë, inshallah kam folur. Interneti, probleme interneti. Zoti Gashi, Po, zonja Gërçeli? Festat sot, ani pse na nuk dojmë me i pa që ashtu që janë të uzbe, është fakt që janë të uzbe, sepse ne si shoqëni tash e modernizuar, jetuem si mbas trendeve të cilat na vijnë prej rrjeteve sociale. Edhe normal që e festojmë edhe Halloweenin, edhe Shën Valentinin, sepse janë festa internacionale, të cilat na i përbrendsojmë shumë ma lehtë, sepse kontaktin me to e kemi shumë ma të thjeshtë dhe ma të thjeshtë. Por nuk janë festa shqiptare. Jo, nuk janë, absolutisht, po na funksionojnë të cilat krijohen. Prandaj mi komercializmin, sa me jashtë gjutë gjepat e popullatës. Për pa nevojë, për pa lidhje. Zonja Uduti, faleminderit shumë që ishit sot pjesë. Ju falenderojmë shumë, e kemi kaluar edhe kohën, shumë falenderit. Urojmë që herën tjetër të ju kemi në studio dhe të kemi një diskutim theme më të afërt. Më të afërt, po se duket që ka entuziazëm për të diskutuar. Faleminderit shumë. Zoti Gashi, se nuk po na pengojnë tashmë. Jo, desha të them, çështja e Shën Gjergjit. E tha dhe sociologja, por që ka nisur festat të zbehen. Në fakt, në Kosovë, duke u bashkanitur këtij trendi, ndoshta edhe vetë neve, kemi nisur të festojmë edhe festat e tjera, të fejve tjera, duke mos na penguar, por si gjithmonë duke kaluar me shumë energji pozitive. Bie fjala për Krishtlindjet, patjetër që gjithë secili qoftë i fesë muslimane apo katolike, e feston në kuptimin e energjisë pozitive që e jep një festë. Ju keni ndëgju për fen druidizmin keni ndëgju. Druidizmi është një frakcion i besimit zeusjan, rrjedh prej fjalës dru, sepse në Dodona, simboli i Dodonës ka qenë lisi bungu qarri, dhe prej këtu besimi druid, se kur kanë shkuar në bazë të fletëve, fshërimit të fletëve të bungut dhe qarrit, është interpretuar parash pomja se si ka më zhvillu gjonat, dhe druidizmi ka mbijetu deri vonë, tash është rinjallë në Evropë, sidomos shtetet skandinave, në Angli, në pjesë të Zvicrës, në një pjesë të Gjermanisë, e kështu me radhë, sepse njerëzit nuk kanë hik dorë. Atëherë në dhunën që ka bo Roma, kur është krishtëru Roma, deri në ndjekje masive ka bo për me i zhduk të gjithë klereket e besimit druid dhe zeusjan, shembulli më eklatant është Giordano Bruno, po kemi edhe raste tjera që ju kanë bërë gjyqje, ka qenë gjyqëtia shtriga, gjyqëtia shtriga, sepse atë zanot e kanë pas edhe një pjesë e botës femnore, sepse të shqiptarët, femna në traditën tonë ka qenë pjesë e barabartë e shoqënisë, është ndo me ardhen feve abrahamike. Të gjitha perëndit tona shqiptare, dhe edhe në ardhen e krishterizmit këtu, shumica e hynive kanë qenë të gjinisë femnore. E kem Afroditën, e kem Persefonën, e kem Herën,
e kemi Jononën, e kemi dhe Mitrën, dhe Mitra është tëka, dhe me ardhjen e fesë krishterje, sepse në fetë abrahamike, femna është në plan të dytë, në cilin dush liber e këqyrëm dhe në përmenën... Zotri Gashi, si pasush cila është një prej festave shqiptare që është quar e do të kthejt pa tjetër? Unë, sa për ditën e verës, po ju informoj, se keni këtë informat, Shqipëria e ka shpall fest shtetënore, po ajo festohet me 14 mars në Elbasan e ka qadrën, me ballëkume kështu me radhë. Indjeri Ibrahim Rugova ka pas provu me instalua dhe me zyrtarizu darkën e lomëve. Nëse ta është darka e lomës të festohet në 2 data të ndryshme. Në 2 data të ndryshme, po dihet data e saktë, edhe presidentja po mdoket po përvën. Po, saktë dhe ministri bujqësisë më pas ka tentuar. Me ringjall që janë festa shumë, do me thënë se për neve, na e dim që të gjitha festat që janë se dikun janë ofër 8 festa, po që sepse dinamike jetës nështë nuk në lejon të gjitha me festu. Por në deshtëm Halloweenin për ne festojnë thmija. Vitin e ri... Halloweeni është edhe fest botërore, nuk ka përshim... International. Po, nuk është... Amo është jona, aja ka lind për Evrope. Evropa e ka marrë për neve, sepse kur na kemi pas universitet në Durrës, në Lundër s'ka pas universitet, po më këtë që për thonë, po s'ka pas. Dhe s'ka qenë 6.000 banor, ka qenë Lundra kur ka qenë 40.000 banor, Durrësi. Kështu që këtu kanë me urin gjallë, po sigurisht i ka vështërësit e veta, sepse ka garë qytetrimesh, ka luft qytetrimesh, kjo është përplasje qytetrimesh dhe përplasje besimesh. Përplasjet kanë egzistu edhe më heret, por unë tani lutëm që përplasjet të bëhen me fakte, me argumente, jo me qëllimet kësia, jo me dhunë, por gjithkosh me të drejten, me ju lejuet të drejta, e gjithë cilët e festan dhe të perceptan jetën dhe Zotin, ashtu qysh aje perceptan, ashtu qysh e ka tradit, ashtu qysh aje mendat. Sepse, si mas besimit tën, i kemi na edhe ilahite na infrashet, kreti kemi i cili e krasën njeriu me Zotin, se Zotin e krijoi njeriu në figurën e tij kështu me radhë, kështu që është e drejtë jonja qysh e perceptojmë jetën, qysh e perceptojmë Zotin, qysh e besojmë Zotin, qysh i festojmë festat tona. Dhe pse me ardh dikush prej tjetër kujt më majnë po mua traditën e vet. Nuk mëj, unë menej që tradita shqiptare dhe e cila ka depërtu deri në shtyllat e Herkulit atje dhe deri në Odesë. Odesa e jona ka qenë. Dhe krejt pjellë Gujdetit me zë ka qenë i banuar me shqiptar. Dardaneli në përkthim do të thonë mbretëria Dardane, aty është çadra e mbretërisë Dardane, në Dardanele. Faleminderit shumë për gjitha këtë diskutimin, sepse kemi kaluar shumë kohë sa i përket pjesës së parë të emisionit. Po shumë shkurt dhe s'po mundet njëri më i sublimu në fjalik. E kuptueshme. Gjithë këto sene që po duhet më thonë. Dhe me pas një emision pak më gjatë, më përgatit pak më gjatë. Unë instinktivisht sot që në kam veshur bardh edhe koq, pa e ditur në fakt, që ka do me thënë një... Unë e vesh kuqezi për hir të festës kombëtare të Skënderbeut. Dërsa unë për hir të... Të si shpirtit. Të shfrytëzoj rastin të gjitha ata që e besojnë, t'ja urej këtë festë dhe t'ja urej ditëlindjen ata që kanë emrin Gjergj, të Gjergj Kastriotit dhe të gruës Skënderbeut, Donikës, të gjitha ato vajza që kanë emrin Donika, t'ja urej sepse janë bashkë, të na shkojnë bashkë moshkëllit dhe venë, dhe në momentin që ja urojmë Gjergjit ja urojmë edhe Donikave këtë festë dhe gjithë shqiptarëve. Faleminderit shumë. Shumë kemi arritur kështu në fund të pjesës së parë, shkëputemi